Vllaznia e Shkodrës në përshkritje nxori 2 kampion kombëtar në kampionatin kombëtar të zhvilluar në Durrës. Njëri ishte Antonino Mullizi, ndërkohë që tjetri është Samir Lagja, që e kemi tashmë në interviste. Samir emri juaj ka vite që lakohet, falë rezultateve shumë pozitive që kemi pasur që nga grup moshat, me ekipin e trive të rritur dhe me ekipin kombëtar. Së fundi kampion me të rriturit, i kënaqur në një garë pak të vështirë. Garat shqiptare tash janë bo diçka stërvitore për ne. Edhe përgatitja më e madhe është për garat ndërkombëtare, ku aty është nga Europa, nga bota ka shumë talenta. Dhe po përgatitemi për një Europian që shpresojmë t'ia vlej gjithë kjo sakrificë që po bëjmë ditë për ditë. Pra është një ngjarje e madhe sportive që do të organizohet në Tiranë, në Shqipëri, kampionati evropian për 23 vjeçarit. Ju jeni në formacion për të konkuruar? Patjetër. Shpresojmë në pesën 67 kg. Shpresojmë të futemi në pesë të Europës edhe për medalje. Do të keni një objektiv me vërtet ambicioz. Dhe besoni se do ta realizoni? Patjetër, me sakrificë madhe, duke bërë servitje me personin Artur Lagja, i cili me një punë pa lodhur sakrifikon ditë për ne. E tha të mjaft mirë, trajneri juaj, realisht është edhe baba juaj, Artur Lagja, në veçanti me ju dhe me Mullizin, është shumë i përkushtuar dhe synon të ecë gjatë me ju. Pra, duket se edhe ju do t'ja shpërbleni me rezultate. Patjetër. Se gjithë kjo lodhje e madhe, besoj duhet të ketë edhe një shpërblim, si garat kombëtare dhe ndërkombëtare. E kemi thënë edhe herë të tjera, po e përsërisim përsëri, sa ndikon fakti që trajneri i vllaznisë, trajneri juaj është edhe baba juaj. Patjetër, është një sakrificë edhe më e madhe, duke pas edhe trajner edhe prej njëkohësisht. Edhe përkushtimi është më i madh, si nga ai, si nga unë. Ndërkohë, për ta mbyllur, si shkojnë në studimet në universitet për ndekjen e sportit? Mo kryesore po kemi sportin se universitetin po edhe universiteti shumë. Jemi në vit fundit, shpresoj ta mbarojmë edhe me sukses. Pedagogët tuaj kur shikojnë që Samir Lagja është pallet kampion, se në rekorde kombëtare padyshim që ata janë të kënaqur me studentin e tyre. Është diçka edhe për ato diçka e bukur duke pas një sportist në shkollë, edhe një krenari edhe për ta duke dalë edhe kampion shqipënjet edhe duke përfaqësu edhe shkollën, edhe personat edhe veten time në kampionatet ndërkombëtare. Samir, dhe një përgëzime për titullin kampion që e fituar në garat kombëtare dhe sidomos suksese në kampionatin evropian që zhvillohet në Shqipëri. Faleminderit shumë.